Në 91 kemi ikur në Itali, fillimisht unë, pastaj dhe familja ime. Kemi punuar gati 5-6 vite në Itali, punëra të ndryshme, po punëra krahuse për shqiptarët, sido që t'jetë, nuk mund të vesh. Kemi punuar në profesionet tona, ose dhe në profesionet të tjera që ne nuk i kishim bërë ndonjëherë, ose s'na shkonte ndonjëherë mendja të bënim profesionet tjera. Dhe pas 5-6 viteve jemi kthyer në Shqipëri, po ndërkohë kemi bërë edhe investime, jo një dyqan, jo gjëra të kësaj natyre. Dhe kur kemi ardhur, pas 5-6 viteve, kemi hapur një biznesin ton, familjar, gjithmonë jemi mbështetur te familja. Dhe baza e suksesit mendoj që është puna në grup e familjes. Jemi marrë me biznese të ndryshme, edhe deri në këtë moment jemi në biznesin e turizmit, hoteleris, restoracionit, dhe mendoj që ja kemi arritur për tu realizuar në fushën e hotelerisë e turizmit. I ndruar veres që këtu në habitatin përreth ka shtëpia të braktisura, shtëpia të vjetra. A nuk ishte një guxim i tepruar që në këtë zonë disi të braktisur ju të projektonit dhe të ndërtonit një hotel luksi? Atëherë, me pak fjalë, miqt, dashamirësit dhe familja ime më kanë quajtur të çmendur. Si do t'investoja në këtë vend, duke qenë sepse këtu kanë qenë shumë shtëpi gati gjysmë të braktisura, gjysmë të rrëzuara, objekte të rënuara, po që pjesërisht jetonin edhe familjar, edhe familje që. Besimi dhe optimizmi janë instrumentet më të suksesshëm. Po, si mund të mos kesh sukses në një vend që është 500 metra nga qendra e Skelës dhe që është 100 metra nga buza e detit. Është e pamundur mos të kesh sukses, vetëm në qoftë se nuk do duash të punosh.